Marrëveshjet ndërkombëtare dhe buxhetin do t'i diskutojmë me një panel këtu na Rruglisën Besar Drishaj dhe Artan Aliaj. Faleminderit shumë që jeni në Kompas. Aliaj, po filloj me juve. Kjo rezoluta ishte tema që nxiti mas shumë të reagime pas votimit, me qenë se grupi parlamentar i LDK-s vendosi të refuzoj të votoj në asnjë format dhe po ashtu një vot kundër prej grupit parlamentar të vetëvendosjes, si t'u duk si zhvillim. Mendoj që është një lajm jo për të ardhur keq, po lajm katastrofal, nuk e kuptoj logjikën e tyre. Nuk e dija kam përcjell sesionet e gjykatës speciale, sidomos të hënën dhe të martën, kur ka jap fjalën përfundimtare prokuroria speciale atje. 80% ati fjalimit që ka mund të dëgjoj unë aty, në atë seancë ka qenë politik dhe ka qenë i drejtuar kundër Kosovës dhe kundër UÇK si tansi, dhe jo kundër individëve, siç është thënë, me vite tana që po gjykohen individet, deri në atë mas kanë shku sa që thanë që Amerika ka qenë anën e gabuar të historisë, prokurori. Dhe thotë, këto janë deklarata katastrofale, politike, në një seancë gjyqësore, dhe të shohim kësi reagime sot në kuvend, qoftë nga LDK, qoftë edhe nga deputeti Geci i Lëvizjes Vendosje, për mua janë jo vetëm të pakuptimta, apo janë katastrofale për kombin tonë. Në ditën kur edhe kuvendi i Shqipërisë e aprovon një rezolutë të ngjashme, dhe në ditën kur edhe ne po aprovojmë një rezolutë, më e pakta që mund ta bësh është të votosh për atë rezolutë. Edhe pse mendoj që edhe rezoluta është më shumë simbolike, nuk është ndonjë ndikim shumë i madh në proces ta quajmë ashtu, dhe mendoj që mund bëhet ndoshta edhe më shumë, mirë po flasim për një rezolutë që është shumë simbolike. Dhe atë të refuzohet të votohet për mua është skandal. E tregoj LDK-ja që propozoi që të amendamentohet, në anën tjetër propozuesi përparim Gruda nga PDK tha që nuk jam unë as grupi parlamentar autor, është një grup intelektualësh që ka shkruar dhe ne kemi procedu në kuvend, prandaj nuk duhet ndërhyet në përmbajtje. Mendoj që vetëm kërkesa është e gabuar. Vetë kërkesa është shumë e gabuar, është në moment gabuar, në format krejt të gabuar. Po flasim për diçka që është shumë simbolike dhe që është shumë e urgjente për ne. Thash, jemi në një ditë ku të dy kuvendet shqiptare, edhe në Tiranë, edhe kjo në Prishtinë, po e votoj një rezolut ku dënohet qasja politike e një prokurorie që duhet të jetë strikt juridike dhe profesionale. Dhe të flitet për temat të tilla që mendoj në këtë rast nuk kanë bëjnë fare me atë që ka është diskutuar aty, për mua është tepër, shumë është tepër. Çfarë mesazhi përçon tash në aspektin politik që s'ke i unifikum kuvendin? Mendoj që më shumë se 2/3 e votave kanë votuar, i kemi 90 vota për, 90 vota ishin. që mendoj që është një vot shumë e rëndësi, për mua më shumë tregon në çfarë katrahure politike gjendet një parti politike si LDK-ja që të bën të vije keq për të, se si mund të ketë një çështje të tillë. Po pikërisht, në atë situatë duke që kanë ardhur, që edhe në një temë si kjo nuk kanë guxim të marrin qëndrim. Nëse keni guxim, s'paku nëse jeni kundër, deklaroni që jeni kundër, voto kundër. Jo qëndron sallë aty, as nuk voton për, as kundër, as nuk abstenon. Do thotë ata ende janë inexistent procesin politik, sikur që ishin që një vit. Kjo është problemi. Dhe kjo temë, paka shumë Rruglica e la si nënhije një vendim tjetër që e mori kuvendi për ta vazhdu ndarjet buxhetore edhe për një muaj të buxhetit 2025, me qenë se në qeveri u miratu buxheti për 2026 në sot. Besoj që s'ka pas rrugë tjetër, për arsye se dihet si është procedura në kuvend, pa miratimin e gjitha komisioneve dhe pa një diskutim ma detal të buxhetit 2026 nuk mundet faktikisht miratohet. Dikush e përmendi sikur nuk ka pas në urgjencë dhe ka mund të pres, po unë besoj që jo, ka qenë me urgjencë këtë miratohet, sepse janë pagesat e pensioneve ato që kryen zakonisht më herët, nuk është që duhet me prit patjetër fundin e muajit shkurt. Edhe çka bënin këtë rast qeveria, vetëm e shfrytëzoja drejt që e lejon ligji për buxhetin, ku në rrethonat e jashtëzakonshme në rast vonesës në përgatitje lejohet edhe për muajin e tretë, domethënë shkohet me parimin e 1/12. Normal në aspektin se shiqeni kështu. Nëse shiqojmë kështu në kuptimin strategjik, çdo vonesë me fillim me buxhet 3 është 3 muaj të humbën, sepse ne po punojmë në bazë me buxhetin e vjetër edhe jemi të folë kryesisht për përmbushjen e obligimeve që kanë të bëjnë me pagesën e pagave ose të pensioneve, ndihmave sociale, jo ndonjë projekt specifik sepse
këto nuk përfshin projektet që janë. Janë çështje zhvillimore, Nuk janë çështje çështje kontraktuale. zhvillimore. Domthonë ky vit do të jetë 9 muaj, nuk do të jetë 12 muaj, nëse e shohim për asaj perspektive. 2026 ta nis nga mars. muaji i 4, nga prill. Ose muaji prill në këtë rast. Por prapë e them, është shumë më mirë se sa parashikimet e zymta që kanë qenë se po që se si shkonstituu parlamenti, ne kishim mund të mbesim ndoshta edhe në një situatë aq dramatike që 1 marsi do t'i gjente institucionet pa mundësi me pagu qoftë edhe një faturë të vetme të shërbimeve që nevojiten domosdoshme për mbarvajtjen e shtetit. Po, dhe pikërisht këtu do të ndikoheshin edhe bizneset, sektori privat, Trishaj. Çfarë urgjencë pati shteti dhe në anën tjetër, cilat janë pritshmëritë dhe komentet e ndërmarrësve në këtë rast, në urgjencën që u konstitua kuvendi, u miratua edhe për 1 muaj vazhdimi i buxhetit vitit kaluar. Unë mund të themi që nuk ishte urgjencë, po ishte vonesë për të miratuar këto, duke ditur që Republika e Kosovës, institucionet e Republikës Kosovës nuk ishin të formuar për mbi 1 vit dhe ne kishim përpost një blokadë politike, kishim edhe blokadë në aspektin edhe ekonomik zhvillimor dhe besoj që veprimet e sotme ka qenë veprimet e duhura, edhe pse të vonuara, sepse vërtet Republika e Kosovës, bizneset, zhvillimi ekonomik në përgjithësi, ishte i blokuar dhe po të ishin vanuar këto, atëherë ishin vanuar edhe pagesat si kur që i ceku parafolsi, por njëkohësisht në mënyrë zinxhirore ishin vanuar hallka zinxhirore zhvillimit ekonomik. Sot miratime dhe marrëveshjeve ndërkombëtare, ratifikimi i tyre ishte një lajm shumë pozitiv, sepse ka pasur nevojë që ato mjete financiare të implementohen gjatë vitit 2025 dhe të japin rezultate dhe frutat e tyre në fushat e ndryshme, sikur që kemi tani probleme me energji elektrike dhe pjesë e aty në marrëveshjeve ka qenë përfshirë edhe një pjesë për energji dhe kjo mund të themi që ka qenë jashtëzakonisht stagnim në aspektin ekonomik, në aspektin e bizneseve dhe njëkohësisht në aspektin e përgjithshëm, sepse i natët politike, blokada e institucionit për interesat për grupacioneve politike e ka bërë Kosovën që tjetë e blokuar dhe të stagnon në shumë sfera përpos sferës ekonomike. Viti 2025 ishe aq vit i rënd sa që nuk kemi pasur të bëjmë me anë pozitive në aspektin e të bërit biznes, por kemi folur gjithmonë në aspektin e veprimeve negative dhe stagnim të zhvillimit ekonomik, e konkretisht kemi pasur dhe ramje të investimeve kapitale dhe kemi pasur dhe ramje të investimeve të huaja që ka bërë një nga një që të reflekton në aspektin e gjendjes ekonomike të bërit biznes të Republikën e Kosovës. Dhe po shihet si dinamike kjo javë, kjo periudhë 2 ditore, mund të them, Aliaj, dje 2 seanca ku konstitu kuvendi, u votu qeveria. Sot mëngjes një mbledhje e pare e kabinetit 3 qeveritar, pastaj në mbrëmje një seancë pashtu ku kryen disa punë, a ka nisë me ritëm duhur? Po, mendoj që ndoshta mund të shkohet edhe më shpejt, Biles. Mirë, po ky është rezultati i kësaj blokade 1 vjeçare. Do të thotë ne kemi ardhur në situata të tilla ku duhet bën këto seanca të përshpejtuara dhe këto vendime të përkohshme. Ashtu si përmend më herët, këtë vit do të thotë buxheti i këtij viti nuk do të jetë i plot, mirë po do të jetë për 9 muaj, që do të thotë është një prej rezultateve të para negative që i shohim të prekshme si rezultati i blokadës 1 vjeçare. Mendoj që me kalimin e kohës do të shohim edhe rezultate tjera që do të jenë katastrofale, mendoj, qoftë për ekonominë në përgjithësi, mirë po qoftë edhe për procesin politik. Edhe mendoj që prej tash së paku deri me 5 mars do të kemi mbase zhvillime të tilla të përshpejtuara, nuk do të kalohet në procese normale të diskutimit, ashtu si rasti i buxhetit për shembull mbrëm, ose si rasti i programit qeveritar që u prezantua pasgjë të shtypur, pasgjë të prezantuar, për shkak të kësaj urgjence që vjen si rezultat i kësaj blokade. Dhe çka ndodhi pas 1 viti, prap gjendemi aty ku dëshiroi, ndoshta në këtë rast edhe nga zoti Kurti, e kemi zgjedhjen e kryetares së kuvendit ashtu siç pretendon televizia vendosje dhe kemi qeverinë e re Kurti, mu ashtu siç deshti zoti Kurti ta ketë. Mu ashtu siç deshti dhe po e shohim tash këtë qeverinë e re të Kurtit në mandatin e 3. Çka pret prej këtij kabineti, Orulisa? Po nëse bazohemi për prezantimit që kryeministri e bën në parlament, mund të them se ishin premtime jashtëzakonisht fuqishme, sa mund të përmbushën është diçka tjetër, por gati se nuk la fush pa prek në kuptimin se çka pritet. Mu më banën përshtypje 2 gjëra, cilat në realitet
Unë edhe si qytetar, po edhe si pjesë nështë edhe e biznesit, i prekim çështja e trajtimit të mungesës ujit. Për herë të parë është përmend se do të punohet në këtë mandat spaku në 5 apo 6 penda të reja që do të ndërtohen ujmbledhës, sepse Kosova ashtu si është me sa di unë ka qenë një raport i vetë NATO, i cili e prezenton se një prej rreziqeve më të madhe që i kanosët Kosovës në vitet në vim do të jetë mungesa e ujit. Ne po e shohim ato për çdo vit me thasirat e mëdha që po ndodhin, po edhe me vërshimet që ndodhin pranverë për shkak se ne nuk kemi një sistem të trajtimit adekuat të ujrave natyrore dhe ato e kam dëgjuar shumë mirë që është përmend se do të jepet një fokus i madh edhe çështjes së rritjes kapaciteteve të prodhimit të energjisë, sidomos të energjia gjelbër, domthonë përmes sistemit qoftë fotovoltaik ose qoftë përmes sistemit terës. Ka pas premtime, po them shumëta, bile po them kështu si në fund për mbledhur, nëse vetëm 30% asaj realizohet për këtë mandat 4 vjeçar, do të isha i lumtur sepse vërtet ishin premtime bukur të mëdha. Ndoshta edhe mund të them vështirë të realizueshme me buxhetin. Ato premtohen për mu realizu krejt, zakonisht. Ashtu po e them, ashtu po duam të besojmë, po me një buxhet me 4 miliardëve ku 75% e buxhetit vazhdon me shku për ato që quhen shërbime në kuptimin qoftë skemat sociale, mirëmbajtje, skemave pensionale ose sociale, qoftë paga dhe meditje dhe mall dhe shërbime, ku tek këtë vit vlera e investimeve kapitale do të arrijë 1 miliard euro. Për atë derisa të them që ndoshta edhe pse në shqiptin parë duket 1 miliard euro shumë para, nuk janë shumë për, nëse flasim herë 4 vjet, nuk janë shumë 4 miliard për arrit të këtë ato që u përmendën. Por mund të arrihen fare lehtë nëse ka një bashkëpunim me sektorin privat, sepse jo gjithçka duhet realizohet përmes buxhetit shtetit, bile nuk është një praktike e mirë, shumicën e rasteve do duhet gjendë mënyra se si qoftë tipën partneritet publiko-privat, qoftë me koncesione të caktuara, po ku aktivizohet kapitali privat që të arrihen ato veprime. Por edhe të struktura e buxhetit, edhe pse akoma nuk është zyrtar, nga ajo që unë kam vrejt spaku prej disa informatave që janë në qarkullim nga drafti i parë. Ende madjesisht s'ka kalu në komisione parlamentare. Aty në ato drafte thuhet se do të arrijë 1 miliard euro investimet kapitale. Do të ketë domethënë një fokus të vazhdueshëm në përmirësimin e infrastrukturës rrugore, domethënë përmend gati thuaj se të gjitha rrugët të cilat janë aktualisht në ndërtim e sipër ose që thjesht ne e dim që kanë mbet pa u kryer qoftë ato në drejtim të Gjakovës, Pejës, ajo Mitrovic Vushtri ose edhe rruga Gjilan-Prishtinë. Domthonë përmendet që do të shkon edhe deri tek vendkalimi kufitar dhe i bardh. Janë domethënë prapë vlas në prezantimin e kryeministit, un kam vrejt se janë përmendur se thuajse gati të gjitha fushat, edhe shëndetësia, edhe rritja e përqindjes financave në sektorin e mbrojtjes, domethënë fuqizimi më madhuteshëm i FSK-s me qëllim të arritjes përmbushjes të kritereve që i ka deri në vitin 2028 për antarësim në NATO, por po e them ato që thash fillim, shpresoj që të arrijnë të përmbushin ato. Një pjesë të madhe tyre njerëzve që sot janë ministër, unë i njoh, disa prej tyre kanë treguar në të kaluar që kanë ditë me bë punë të mira si ministër, por mbetet shihet, tash të shohim se çfarë do të jetë performanca e tyre. Dresha edhe si lidhje e bizneseve, edhe si përfaqësues të ndërmarrësve të gjitha odat ekonomike, do të keni punë me disa prej tyre më shumtit, me Mimoza Kusari, ministrin e re tregtisë, industrisë dhe integrimeve europiane, Artani Rizvanollin e ekonomisë, Sekuran Muratin nga financat, qysh po duket si fillim i punës edhe i prezantimit kabineti i ri qeveritar? Po mund të themi që janë pothuajse 80% që janë ministrat e kabinetit të kaluar, vetëm që kanë rruar digaserit e tyre. Për neve nuk është problem personat të cilët janë ministra, po për neve është me rëndësi që bashkëpunimi tjetë me i madh, interesimi i kabinetit qeveritar ta ketë prioritet kryesor zhvillimin ekonomik dhe ekonominë e përgjithësi, duke dalluar prej qeverisë kalume, sepse nuk ka për sinjale pozitive shumë në aspektin e zhvillimit ekonomik dhe në aspektin e bashkëpunimit në sektorin privat. Dua të besoj që tani kanë bërë një eksperiencë më të madhe dhe tani e kuptojnë edhe gabimet të cilat janë përballur me qeverisën e kaluar dhe ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me secilën qeveri, jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me secilën digaster për të mirën e zhvillimit ekonomik dhe për të mirën e sektorit privat. Ne gjithmonë kemi potencuar se ne nuk kemi kundërshtar të asnjë qeverisë,
ne jemi aleat e asaj qeverie, sepse në fund të fundit ne jemi të folur për një buxhet dhe këtë buxhet më shumti kontribon sektori privat në arkon dhe në rritjen e buxhetit. Kështu që si lidhe bizneseve, por e mund të themi edhe gjitha odat ekonomike, janë ato të cilat e kanë shprehur gatishmërinë çdo herë për të bashkëpunuar, sepse çdo herë ku kemi bashkëpunim dhe koordinim të politikave të përbashkëta, atë rezultatet nuk mungojnë dhe kemi vetëm të flasim me suksese. Në bazë të premtimeve, ekspozes të cilat i prezantoj dhe ishte buxheti dikon ofër 4 miliard euro, 4 miliard euro, i cili është parapom dikon rreth 1 miliard euro të jenë investime kapitale, por mos harrojmë se edhe në qeverisën e kaluar ne kemi pasur planifikim të investime kapitale dikon rreth 800 milion euro, mirë po për fat keq nuk kemi pasur realizim të investime kapitale dhe kjo e ka sillur që dikon tjetë dikon rreth 56% të realizimit të investime kapitale sa i përket nivelit qendror. Kështu që ne lutemi që këto të cilat janë premtuar, edhe pse mund të themi në parim që nuk ka shumë sinjal se kemi buxhet zhvillimor, por më shumë është buxhet social dhe të mirëqenies sociale. Buxhet social. Nuk ka shumë buxhet zhvillimor që li premton, mirë po prapë se prapë këto të cilat janë planifikuar ne kërkojmë që të implementohen dhe të japin rezultatet e tyre edhe të mirëqenies qytetarëve, por njëkohësisht edhe në aspektin ekonomik dhe sektoret të prodhimit. Besoj që qeveria dashur dhe dua të besoj që tani në leximin e parë dhe në leximin e dytë të komisioneve parlamentare të përfshihet më shumë buxheti dhe të rritet në aspektin e zhvillimit ekonomik dhe në aspektin e mbështetjes të prodhimit vendor, sepse ne dimë që çdo vit po kemi rritje të importit dhe kemi zvogëlim të eksportit dhe gjendja më të vërtetë është një gjendje tepër e rëndë. Kështu që ta luftojmë importin dhe ta rrisim eksportin, atë neve na duhet që të bëjmë sa më shumë politika stimuluese duke bërë reforma në pakot e politikave fiskale dhe njëkohësisht duke hapur prioritet ndryshimin e legjislacionit të Republikës së Kosovës, por këto gjithmonë bëhet nëse qeveria e Republikës së Kosovës e ka prioritet kryesor zhvillimin ekonomik dhe ka prioritet prodhimin vendor. Ne jemi dëshmitar me politikat e cilat na jemi përballuar sidomos me tregun e lirë të energjisë, e cila i ka bërë një trënditje jashtëzakonisht të madhe zhvillimit ekonomik dhe të bëjit biznes të Republikën e Kosovës, e konkretisht si rezultati këtyre politikave të gabueshme, sektori i prodhimit është përballur jashtëzakonisht me një trënditje të madhe në barrë buxhetore sa i përket energjisë elektrike dhe kosto përfundimtare prodhimit nuk e ka lënë që prodhuesit vendor të jenë të barabartë me tregun dhe me konkurrencën e huaj, qoftë në brenda Republikës Kosovës e nuk diskutohet pastaj me tregun e jashtë. Tash në prill hyn faza 2 e Kështu që ne duhet të besojmë se ndryshimet kabinetit qeveritar dhe vazhdimi dhe miratimi i kësaj qeverisë ta merr si prioritet edhe problematikën e energjisë dhe të ulet e të diskuton të shikon problemet e cilat ZRE-ja e ka sill vendit dhe të bëhen ato kooperime dhe mos të lajnë të bën gabime të njëpasnjëshme si ka bërë ZRE-ja deri më tani, sepse në qoftë se ZRE-ja bën veprime të dëmshme, atëherë ne mund të themi nuk flasim për zhvillim ekonomik, por do të flasim vetëm për stagnim dhe për humbje të vendeve të punës, edhe njëkohësisht do të flasim për humbjen e produkteve tona në tregun edhe të brendshëm, por edhe me tregun e jashtëm. Aliaj, përveç këtyre sektorëve që i përmendëm deri tash, në përgjithësi kabineti i ri qeveritar ushqua me numër më të madh të ministrive, gjë që u tha se është vrejt në mandatin e kaluar që ka nevojë për më shumë ministri. Në anën tjetër ka dhe kritik, se Kurti pati premtu ma herët që duhen më pak dikastere, nuk duhet të jetë aq e gjerë qeveria e shpërndame në numër të madh ministrive, po si të duk, si përmbajtje dhe si përbërje. Në fillim, ashtu, si që tha dhe zoti Uruglica, dje në fjalimin e tij zoti Kurti ishte shumë i gjerë dhe preki shumë tema dhe kishte shumë premtime. Ajo që vlen të përmendet është që tha që në 4 vite të ardhshme do të jetë 1 miliard investime publike, që i bie 25% dikun e buxhetit, kështu që nëse e shet ndarjen e buxhetit në investime është pak i vogël dhe shpresa është që ndoshta në vitet në vazhdim eventualisht kjo të rritet pak. Mirë po ai po ashtu tha që investimet publike po ashtu do të mbulohen edhe përmes fondeve të huaja, kryesisht vijnë këto nga Bashkimi Evropian, siç është fondi i rritjes. Mirë po në të njëjtën kohë, nëse nuk gaboj, zoti Uruglica ndoshta e din më mirë, borxhi publik i Kosovës është mjaft i ulët, nëse nuk është ndër më të ultit në Evropë, kështu që në shumë raste qeverit munden shumë thjesht të hyjnë edhe në obligime kreditore,
të gjinden kredite lehta, të buta, me norma interesi të buta dhe... S'përkthehet zakonisht si sukses? Jo, përkthehet dhe sukses. Nëse ke planet mira zhvillimore, investuese për projekte kapitale publike, mund t'jenë sukses i mirë, edhe mund t'jenë një metodë se si mund të rritet kjo përqindjet ta quaj ashtu e buxhetit për investime publike. Ndoshta këto janë disa mekanizma që eventualisht mund të përdoren më shumë në mandatin e dytë. Nëse sheni në qeveri gati 50% është e re. I kemi 9 ministra të ri. Mendoj që kemi një rritje prej 5 ministrive prej qeverisë së kaluar. Nëse kthehemi mbrapa 5 vite, ishte zoti Kurti ndoshta vet ai që i sulmonte të tjerët në të kaluarën që kishin shumë ministri dhe ai propozoi një numër më të ulët herën e kaluar. Mirë po siç shihet, ndoshta fuzionimi i disa resoreve të caktuara në një ministri nuk ka qenë detyrimisht zgjedhje e mirë dhe tash kemi një ndarje të re të resoreve në ministri të caktuara. Mendoj që ka një farë logjike të ndarjes, shpresoj që do të rezultoj pozitive. Ajo që ka vlen të jetë në fokus në ditët e ardhshme është numri i zëvendës ministrave. Ajo pritet të shihet. Numri i zëvendës ministrave mund të jetë çështje për të diskutuar. Ajo pritet të shihet. Mendoj që nëse flasim për këto ftyrat e reja, mendoj që individ si zoti Konjuvca, zonja Bogujevci, po ashtu edhe zonja Pacolli dhe zoti Muja dhe zonja Kusari, mendoj që këto ndoshta janë disa figura që në një farë forme nuk janë përdorur mirë në mandatin e kaluar, pasi që kanë qenë ta quaj ashtu të vendosur në kuvend dhe unë kam shumë shpresa që secili prej këtyre do të mund të tregojnë një efikasitet mirë në këto ministri të cilat do t'ju udhëheqin. Disa, ndoshta spaku 1-2-3 të mandatit të kaluar, nuk jam shumë i sigurt nëse është desh të riemërohen, mirë po ajo është një temë tjetër, u përmend çështja e energjisë është problematik shumë e madhe, tash nëse është problematik shumë e madhe, nuk kemi pa ndonjë dyshim në resorin e energjisë. Në anën tjetër, po ashtu e kemi resorin shëndetësisë që ka pas regres e asnjë progres, për shembull, po ashtu vije pikpyetja nëse zgjedhja e zotit Vitia edhe për një mandat ka qenë e duhur apo jo. Mirë po mbetet të shihet, ajo që vlen është që kemi fytyra të reja, kemi një numër më të madh të ministrive, duket që ndoshta është një organizim pak më i mirë i resoreve dhe mbetet të shihet sa do të jenë produktiv. Dhe shpresa kemi shumë, halla kemi shumë, emergjenca kemi shumë, pritet shumë punë nga këta ministra dhe shpresoj që do të jenë krye detyrës. Pavarësisht që është rrit numri ose janë nda dikastere caktuar, do të ketë ministra që do të kenë nduar investimet nda kapitale, ta zëm, veç projekti për Brezovicën është 100 milion, është 500 milion projektet e tjera zhvillimore. A ka punë për secilin dhe sa ka punë për secilin? Ka punë, patjetër unë nuk e kisha analizuar ato pe numrit ministrave, sepse realisht do të ketë punë edhe ka shumë. Po është saktë ajo që atë 1 miliard që u përmend, ata vetëm me këtë buxhetin e këtij vitit, në 2026, e synojnë të arrijnë. Domethënë planifikimi i buxhetit për vitin 2026 vetëm e rrin 1 miliard euro nga investimet kapitale. Edhe nëse kësaj shtojmë atë që në momentin e ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, spaku është kjo më e madhe ajo që është evropiane për 3 vjet e ardhshme, që shkon mbi 800 milion euro, si pjesë e pakut 6 miliard për Ballkanin Perëndimor, si për shpejtimi i procesit të antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ajo nuk hyn këto struktura ose këto analiza, ato janë para ekstra projekteve dhe pavarësisht që dikush mund më thonë se ndoshta ato direkt nuk i jepën Kosovës as të hollën në shfrytëzim, unë mendoj se efekti i tyre ekonomik do të jetë shumë i madh, sepse po e marr vetëm një shembull, ka mbetë në gjysmë. Një pjesë e atij fondi është kredi për qeverinë. E 880 milionë. Pra po i marë si para që futën në qarkullim në kuptimin për qëllime ekonomike. Edhe unë po e marë shembullin e ndërtimit linjës e kurorëzore Leposavić ose Jarinë Hani e Lezit, aja ka pas mbetë në gjysmë mas masave që u morën prej Bashkimit Evropian. Tash, në momentin që ato... Edhe ajo përdorës. Po, në moment që ato të holla lirohen, e kam fjallën të ajo se do të vret efekti direkt në treg, sepse do t'jenë kompani kosovare që e kryen një pjesë të madhe të asaj pune dhe do të shohim aktivitet në rritje ekonomik. Por, pra po e them, mos mbajmë shpresë që struktura e buxhetit mundet me ndryshu shpejt, sepse spaku nga pavarësia e ndej, secila qeveri gati se nuk po mund të lëviz për asaj kornizës që është veç është vendos ku bizotrojnë shpenzimet për mirëmbajtjen e
ati bugjeti gjithmonë po flas tek paga dhe Kemi një administratë shtetërore tepër të ngarkuar. Tash imagjino, unë pash në shënimet e reja, ndoshta edhe për shkak rritjes së numrit të pjesëtarëve të forcave të sigurisë, po edhe të policisë, në vend që të zvoglohet, numri i përgjithshëm i shërbësve që paguhen nga buxheti i shtetit është rrit. Do të jetë diku gati 91.000. Ai ka qenë diku 84, 85 dhe ka shkuar te 91.000. Dhe ta kesh një qeveri ose një buxhet ku çdo i katërti është i paguar prej taksave tona, nuk është lehtë. E kam fjallën, ajo është një barë e madhe për ekonominë. Dhe më thonë, në një standard ose mbaj men më herët në dhonat e caktume qoftë Bankës Botërore, qoftë Fondit Monetar Ndërkombëtar, si optimale rekomandohet që tjetë nështë ta çdo i 7 ose i 8, do më një 12 deri në 14% të buxhetit mund të shkon për pjesën e kësaj publike, po jo sikur tek ne që ato marrin pjesë me 25% gati se të shumës të gjithë bashme. Pa i përmend këtu pjesën e pensiones, sepse po i futëm krejt në një vend, do më thonë pensionet, transfere, sociale, ato shpenzimet rrjedhëse që janë, ato kapin 75% të totalit buxhetit. Do më thonë 3 miliard euro tërhiqen nga qarkullimi përmes tatimeve doganore apo tatimeve të brendshme dhe ato shpërndahen tek shtresat tjera. Për dikon mund duket shumë simpatike ajo, por në ekonomi a e ka kuptimin tjetër, sepse ne në ekonomi ashtu i shpjegojmë edhe studentëve se 1 euro e shpenzuar në paga ose 1 euro e shpenzuar në pensione, kthimi mund të jetë maksimum 1 euro, kurse po që se shpenzohet në investime kapitale, kthimi i saj multiplifikues është shumë më i madh, gati se i pamatshëm. Dhe që është më e keqja kur ti ke kaq shumë import, shpeshherë ai 1 euro mund të jetë financim i importit nga vendet tjera, jo i prodhimit vendor. Edhe për këtë shkak, inkurajimi më i madh që duhet me bëjë qeveria nuk është vetëm fokusimi të buxhetit. Është lehtësimi politika fiskale, lehtësimi ambientit barit biznes, me kriju atmosferën ku investitorët e huaj po edhe vetë kosovarët që jetojnë në vendet tjera, sepse unë shpesh e them, ne nuk kemi nevojë ndoshta fare të kemi investitorë ta zamë nacionalitetet tjera, dhe pse kjo nuk ka të bëjmë në ndjenjë si të thamë një fjalë antinacionale ndaj dikujt tjetër, por na mjafton diaspora e fuqishme jona që kemi në 2 shtetet evropiane, kryesisht Gjermani dhe Zvicër, dhe të jeni të sigurt se aq shumë kanë kapital ose aq shumë kanë mundësi për ta ringjallë ekonominë tonë, sa vetëm se duhet ne të gjejmë metodën më të mirë se si ata të kapitalin e vetë, mos ta vinë ta vendosin bleret banesave, dhe sepse unë thëmë se ata po e bojnë si opcion të fundit, se nuk ka opcion në kuptimin financiar ku të investojnë ato të holla. Po të jemi ne të zotë, të krejojmë qoftë fonde caktume investive, ku ata ndihen sigurt mi vendos një pjesë atë rekursimeve ose fitimeve tyre, ne mund të bëjmë punë të mëdha, sepse gjithmonë prapë e përsëris është e pamundur me qëtë buxhet, edhe nëse rritet ky buxhet se ja vlen theksohet 2 vitet e fundit, 3 vitet e fundit, 2 administratat taksa mbledhëse kanë pas një performancë jashtëzakonshme. Nuk bën ta humbim këto. Dogana ka përmbyll vitin gati me 2 miliard euro dhe ATK ka përmbyll vitin me 1 miliard euro. Domethënë është një performancë jashtëzakonshme. Por prapse nuk mjafton sa janë faktikisht qoftë nevojat, qoftë rritja e kërkesës për shpenzime shtesë. Drisha, ndërkohë thatë që administrata është shumë e ngarkume. Qysh është zgjidhja që ma shumë të ketë para të ndame prej buxhetit për investime, si që tha, në kthim në vlerë më të lartë, se sa ky kthimi maksimal 1-1? Për fat keq që gjitha spektri politik, gjitha qeverit e kanë pasë për të siguruar votat e tyre dhe elektoratën e tyre, si mundësin më të mirën për të sistemuar antarësinë dhe elektoratën e tyre në vendet e punës brenda sistemit administratës shtetërore. Dhe kjo e ka bërë, do të thotë se cilat qeveri ka investuar që të punësohet dhe të rritet numri më i madh. Për fat keq unë e thash edhe në fillim se ne nëse bëjmë një analizë ndarjen buxhetore, atëherë i bën se buxheti më shumë është social se sa që është zhvillimor, sepse është një barë tepër e ngarkuar dhe përderisa flasim na që është mbi 70% buxheti që ndahet në aspektin e pagave dhe mallrave shërbimeve, atëherë i bën se ne nuk kemi hapësirë të madhe sa i përket në aspektin e zhvillimit ekonomik dhe ky buxhet nuk ka shumë premtime. Po ashtu duhet ta kemi qartë sepse Republika e Kosovës ende është duke punuar me një sistem i cili prej 2016-2017 që ka bërë reformat e politika fiskale, nuk kemi pasur plotësim dhe ndryshim të politika fiskale, dhe njëkohësisht kemi një ligj për investime strategjike i cili është miratuar diku në fund të 2017, se për fat keq nuk kemi ligj të ri. Nëse krahasojmë me shtetet e regionit, atëherë ne kemi stagnuar në aspektin e legjislacionit të bëjt biznes dhe po ashtu në politikat fiskale.
Ne nuk po flasim tani shumë për rezultatet e cilat investorët e huaj nuk po e shohin Kosovën shumë të frekuentuar për të investuar, por për fat keq ne kemi një numër tepër të madh të investorëve të brendshëm, të cilët janë duke shikuar që dhe një numër është duke bartur investimet e tyre në shtetet e regionit, sidomos në Shqipëri dhe në Maqedoni. E kjo e bën pak më shqetësuese, sepse mungesa e formimit të institucioneve që një vit e gjys. Nga njëherë tepër sjellet arrogante ndaj sektorit privat nga ana e institucioneve, sulme ndaj korporatave të mëdha dhe vendimet e cilat u nxjerrshën pa pikë analize dhe pa koordinim fare me spektrin edhe me përfaqësuesit të sektorit privat, e kanë bërë që të keqësohet gjendja e ambientit të bërit biznes dhe pasigurinë e madhe të investimeve dhe investimeve të brendshëm. Ajo me çka ka ironizu lëvizjave të vendosje, po e them kështu, gjatë fushatës zgjedhore është premtimet e kundërshtarëve politik për ulje të taksës, rritje të pagave, rritje të investimeve kapitale, do matematika që për Hekuran Muratin edhe plot ekonomist në vetëvendosje nuk përputhen me zvete. Çështë funksionoi ky bilanc tash? Po ato dallimet me spektri politik nuk jemi thirrur për mi analizuar, por unë vetëm dua të them se qeveria duhet të përshtatet politikave të kohës dhe njëkohësisht duhet të shikon trendin e zhvillimit të Evropës, sidomos në trendin e shteteve të regionit. Ne jemi shtet i vogël dhe nuk mund të bëjmë ku me ditë sa ndryshime dhe të dëmtojmë ose të luftojmë regionet ose me shtetet e Evropës, por mund të zhvillojmë tërë potencialin tonë të brendshëm dhe këtë potencial që kemi dhe pozicionin tonë si geografik, sikur shteti i Republikës Kosovës që është. Dhe njëkohësisht është një kryq udhëlidhëse me gjitha shtetet të regionit dhe kjo e bën që Kosova të jetë tepër e lakmuar, sikur që thot populli, ose e frekuentuar nga investorët e huaj për të investuar në Republikën e Kosovës, por fatkeqësisht politikat e cilat janë të tilla, legjislacionet të cilin përballëm ne si të bërit biznes dhe investorët e huaj, Kosova nuk po është pastaj shumë e përshtatshme për të investuar. Ne kemi pasur investorë të cilët kanë ardhur për të investuar në energjinë solare, për fat keq 100 procedura, 100 pengesa kanë dalur dhe ne jemi dëshmitar se shumë pak ka investime në këtë sektor, e mbi gjitha është tepër i nevojshëm që të zhvillohet sa më shumë fusha e energjisë, sepse kemi mungesë të energjisë dhe gjithmonë po kemi debatet e cilat është rritur jashtëzakonisht kosto e importit të energjisë dhe kjo është një barë tepër e madhe. Aliaj, përveç ekonomisë, fillimisht apo duket që është ekonomia në fokus të mandatit të ri qeverisës, duke marrë parasysh përbërjen e kabinetit qeveritar të azëm, një prej emrave më të rëndësishëm të lëvizjes vetëvendosje në vazhdimsi, Glauku Njufca është emru ministri i punëve të jashtme, pastaj çka është me rëndësi është edhe Xhelal Sveçla është rikonfirmu si ministër i punëve të brendshme, Artani Rizvanolli sërish ministre e ekonomisë, Elbert Krasniqi azëm një prej ministrave të shumë përfolur për gjatë mandatit të kalu, ministër sërish i administrimit pushtetit lokal. Ku është fokusi më i madh? Maqedonci po ashtu, sërish ministër i mbrojtjes. Po, mendoj nëse shikon qoftë Ministrinë e Mbrojtjes, qoftë Ministrinë e Punëve të Brendshme, mendoj që këto dyja kanë qenë prioritet i mandatit kalor do t'jenë prapë, dhe mendoj që këta ministra kanë treguar suksese mjaft të mira në menaxhimin e resoreve të tyre. Nëse kthehemi të ajo që sa mendon kjo qeveri për ekonominë, mendoj që hapi parë që kjo qeveri mund ta bëj që të dëshmoj që mendon për ekonominë, është të kthej dialogun social në këtë vend. Për mu ka qenë e çuditshme se si një qeveri e qendrës së majt pa të vendosur ashtu brenda ndatës që të suspendoj Këshillin Ekonomik Social në këtë vend, cili ka qenë një forum ku takohet qeveria bashkë me punëmarrësin, që janë sindikatat, dhe punëdhënësin që janë organizatat e bizneseve në vend, dhe diskutohet për temat të ndryshme ekonomike, duke përfshi këto edhe këto vendimet për pagën minimale, për shembull. Dhe një gjë të tillë nuk e kemi parë që 5 vite tashmë. Edhe pse në të kaluarën ndoshta Këshilli Ekonomik Social nuk është shfrytzuar si duhet nga qeveritë e kaluara, nuk mendoj që ka qenë arsye e mjaftueshme që të suspendohet si i tillë. Mirëpo është thjesht të tregohet se si organizohet dialogu social në këtë vend. Kemi dëgjuar disa herë që edhe kabineti i zotit Kurti në të kaluarën, po edhe zoti Kurti personalisht, kishte pretenduar po ashtu që
një numër i madh i sindikatave kanë kontroll politike nga partitë opozitare, duke përfshi këtu edhe asociacionet e bizneseve, dhe një prej arsyeve të tyre pse e kanë suspendu dialogun social në këtë vend ka qenë edhe kjo. Sido që tjetë, nuk mendoj që janë arsye të mjaftueshme që të suspendohet dialogu. Mendoj që kjo duhet të kthehet sa më shpejt. Dhe shpresojmë që të shohim sa më shumë komunikim mes qeverisë, mes punëdhënësve dhe punëmarrësve në këtë vend, që të shohim sa më shumë projekte zhvillimore, po sa më shumë edhe politika që do t'i ndihmojnë qoftë punëmarrësin, qoftë punëdhënësin këtë vend. Nëse shohim vendimet e qeverisë, ndoshta në 5 vitet e kaluara kanë qenë kryesisht të bazuara në punëmarrësin dhe jo në punëdhënësin. Kështu që unë shpresoj që të shohim më shumë edhe në aspektin e punëdhënësve në këtë vend, pasi që është sektori privat ai që e gjeneron ekonominë më të madhe në këtë vend, e gjeneron qarkullimin më të madh këtë vend, dhe si i tillë mendoj që duhet i tregohet një prioritet maksimal. Pritet, zoti Konjullë, e përmendet ju, unë kam pritshmëri të mëdha nga sa i përket punës së tij në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Diasporës. Mendoj që kemi qaluar shumë në këtë ministri në mandatin e kaluar. Mendoj që edhe aktiviteti i tij në kuvend, mirë po edhe aktiviteti i tij disa mujor në qeverinë Kurtini, mendoj që janë indikatorë të mirë që tregojnë që ky mund të jetë i suksesshëm në këtë ministri. Pastaj mendoj që edhe i kthimi i zonjës Kusari në qeveri mund të jetë pozitive. Mendoj që në të kaluarën zonja Kusari përkundër disa problemeve në qeverisjen e atëhershme, mendoj që do të jetë vlerështuar në këtë mandat. Edhe zonja Bugujevci mendoj që po ashtu do të jetë shumë e rëndësishme. Mos ta harrojmë që mendoj që edhe Ministria e Sportit në këtë rast me një ftyrë të re do të jetë një ministri shumë e rëndësishme. Mos ta harrojmë që ne do të kemi lojrat mesdhetare shumë shpejt. Dhe aty janë projekte të shumta, qindra miliona eurosh që do të ketë investime publike. Edhe aty duhet shihet se si do të veprojë shumë rrapa edhe në përgatitje për ato lojra, si rezultat edhe një blokade që kishte mes qeverisë dhe komunës në fillim, mirë po pastaj edhe kësaj blokadës politike totale në vend. Kështu që pritshmëri kemi shumë, thash sidomos për disa nga ftyrat e reja në qeveri, mirë po presim edhe një qasje tjetër ndoshta edhe sa i përket dialogut social. Dhe nëse ka fokus më shumë në siguri dhe potencialisht në raportet me Serbinë dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me sfera, a lihet vend për ekonominë këtë rast? Unë po du me besu që po fokusohem të Ministri Jakgjiu, vetë titulli Ministria e Digitalizimit. Unë mendoj që është një ndër mënyra më mirë për me shpëtu këtë vend, nëse mendojmë me shku paralel edhe mjë përgjegjë sfidave të zhvillimit, mos ta quaj gjithë bashkë ndërkombëtar, sepse sot në shumicën e vendeve po punohet në integrimin e sa më shumë sistemeve elektronike përmes inteligjencës artificiale, qoftë në mënyrën se si administrohet shteti ose administratat publike. Edhe nëse ne dojmë gradualisht, pa dash me shkaktu rastet sociale, po nëse ne dojmë gradualisht ta zbusim barrën e buxhetit përmes skemave që janë aktuale, qeveria duhet me punu në drejtim të zvoglimit të administratës, gjithmonë duke përdorur metoda më të avancume. Unë po e marr vetëm një shembull, dhe pse nuk i kam dhënat më të freskëta, po për një periudhë 10 vjeçare, numri i nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme është zvoglu diku për më shumë se 25%. Kurse sipas të njëjtat dhënave, numri i arsimtarëve nuk është zvoglu fare, ndoshta edhe është rrit. Njësoj është edhe i shkollave. Dhe tani, nëse mendojmë na dikush se është shpëtimtare ose shpëtuese për banorët e një fshati të humbët, dikon me mbajt shkollën, si thot një fjalë me zër, edhe me 2 nxënësa, dini që ajo nuk shkon në favor të askujt, as të vetë nxënësit, as të punëtorëve, as të shtetit. Dhe duhet me pas guxim me marrë reforma, që muj me marrë si shembull ish kryetarën e komunës Kamenicës, qendron Kastratin, pa të filluar një reformë tillë ku shkojnë në mbylljen e atyre shkollave ku pastaj humbi zgjedhjet. Pa i humbi zgjedhjet sepse ishte jo popullore, por të them drejtën, aty do të shkojmë në herët e vonë, sepse nëse dojmë bë reformë, edhe nëse dojmë pa zhvillimin e këtij vendi, unë mendoj se arsimi është kyç. Ne mund të flasim për gjithë këto resore, por nëse ne nuk kemi një arsimim cilësor, ne kemi pas gjatë tërë kohën gojen plot me ato se ne kemi një rinit shëndosh, edhe ne jemi vend atraktiv për investime të huaja se njerëzit mund të vinë këtu se ka 3. Unë ju them se ato nuk qëndrojnë më, se edhe rini ajo që ka qenë po ik në numra të mëdha jashtë vendit, po dhe nuk është e kualifikuar ashtu si ne kemi qef me besojmë. Duhet kjo qeveri të jap fokus më të madh
sistemit arsimor, po e lidhë dhe me ato që thash të Ministria e Digitalizimit, edhe me arrit mi kap trendet, me pas se si mundemi ne të bëmi vend ma konkurus me këtë fuqi punëtore që i kemi, duke identifiku cilat janë fushat e nevojshme. Jo, për shembull, sikur me vite, ne kemi ditë të gjithë se mbajmë fakultete ose universitete, qoftë publike, qoftë private, me drejtime të caktuara studimesh të cilat fare s'ka pas nevojë në treg të punës. Por ne kemi vazhdu t'i mbajmë ato. Qoftë për hatër dikujt për arsye të vota, ose qoftë dikujt sepse ashtu ka menduar se është më smirit me ble paqen sociale. Por nëse kombinohet edhe njerë kjo është për mua një shembull i mirë krijimi i kësaj ministrie me reforma të mira në arsimim, atëherë ne mundemi të shohim një perspektivë më të mirë. Krish, dhe çfarë kërkesë keni për të përgatitur klasën punëtore, fuqinë e rinis në këtë rast, edhe në digitalizim, edhe në sfera të tjera, që të jenë komfort kërkesave të tregut, pastaj edhe të bizneseve? Po, pikrish kjo do thotë Ministria e Arsimit duhet që përshtatet tregut e punës dhe njëkohësisht duhet të bën plotësim ndryshimin e kurrikulave arsimore, sidomos në politikave, shkollave profesionale dhe shkollave të mesme, sepse po kemi drejtimet e cilat tani fare nuk janë të përshtatshme me tregun e punës. Kemi për shembull në gjitha shkollat teknike, mund të themi se prioritet kryesor kanë ende maqinerin, ndërsa sot në tregun e punës në drejtimin tina pothuajse është jo shumë i Andal prej përdorimit. Andal jashtë përdorimit dhe po shumë i kërkuar, kështu që ka nevojë sidomos disa shkolla tjera profesionale që të bëhet përshtatja e kërkesave të tregut të punës. Po dua të marr vetëm një shembull. Ishim me një investor vitin e kaluar duke biseduar dhe kërkoj që në Kosovë me hap një fabrikë të tekstilit dhe njëkohësisht kërkoj që numri punësuarve të jetë dikon 300 deri 500 persona. Dhe unë shumë lehtë i thash se po ka dhe nuk kemi atë problem, ndërsa kur erdhëm në Kosovë dhe bisedës sipër do thotë ne nuk ishim të gatshëm të sigurojmë 200 persona të cilët e njohim fushën e rrobashqipsisë tekstilit, sepse nuk kemi do thotë në drejtimet në shkollat profesionale në fushat e tilla. Kështu që duhet të bëhet politikat dhe të bëhet plotësim ndryshimi këtyre, sepse tregu i punës është duke ecur në hapa shumë të shpejt, ndërsa administrata dhe politika është duke ecur në hapa shumë të gadalshëm. Ndërsa sa i përket tyne vendimeve të kohës dhe konsullave që ka nevojë të bëhet me punëmarrësit edhe qeveria, është tepër e nevojshme sepse ne kemi veprimet e pagës minimale tani e cila është aprovuar nga qeveria dhe sot po përballem sepse nuk ka pasur fare diskutime dhe tani momentin në qeveria të zerë vendim që duhet të bëhet paga minimale në vlerën 425 euro, ndërsa prej një qershorit e këtij viti të bëhet 500 euro. Dhe bizneset ishin të papërgatitur, kishin kontratat me kompani qoftë publike dhe qoftë private, ndërsa me njerë fund të muajit punëtorët del në media, sindikata e punëtorëve, ja kompani çfarë padrejtësie ja bëjnë punëtorët, nuk i paguajnë anena, duhet të kuptojnë se këto janë sfidat e cilat nuk zgjedhet me një vendim qeveritar, por duhet të bëhet një periudhë kohore të cilat duhet të jenë të përgatitur qoftë punëmarrësit edhe punëdhënësit dhe mos ketë keqkuptime në mesveti. Dhe po ashtu duhet të bëhen politikat të cilat do të stimulojnë bizneset, për shkak se kjo është një barë shtesë që i përbëhet bizneseve, ndërsa ti nuk përbën asnjë veprim që do të ndihmon bizneseve në aspektin buxhetor që ta mos ta shohin si barë shtesë në aspektin e ngarkesave të vendimeve qeveritare. Alia, dua ta komentoj një çështje po ashtu të mbrëmjes në aspektin politik, por pasi ta dëgjojmë Ramush Haradinajin, i cili nuk do të jetë më kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, subjekt ky i cili do të nënshtrohet një procesit brendshëm zgjedhor dhe deri më tash kandidati vetëm për kryetar të AK-s është Ardian Xhini. Ne ndjekim deklaratën pas mbledhjes së Këshillit Përgjithshëm të partisë. Rezultati jo i mirë i zgjedhjeve, fra non-shkurt edhe 28 dhjetor, por edhe sikur të ishte ndonjë rezultat tjetër, do ta merrsh në një vendim të tillë. Dhe po ashtu është besimi që kam në kuadrin aleancës, në njështë aleancës, se aleanca, pra në udhëheqjen e re, kryetarit të ri që del nga ky kuvend, do t'i fiton zgjedhjet në Kosovë, pra do t'jetë partia e parë. Unë besoj shumë që aleanca e ka këtë mundësi në udhëheqjen e re,
Edhe është pashtu lajmi mirë që sot kolegu im, me cilin një jemi, edhe të cilin e vlerësoj vërtet shumë, një njeri që është kryue edhe është gatue në proceset që i ka kalu vendi ynë. Nuk jam kandidat për president të vendit. Nëse një rëthan qaktu me parlamenti, deputetet do të më kërkonin e kësha shkështu, por nuk jam kandidat. Unë e kam shpreh vullnetin për kandidatur, për këta 3 muaj mundëm me pasë dhe kandidatura tjera, gjithë shka është e hapun, aleanca është e hapun, për antare, për kandidatura, për gjithë shka tjetër. Është deri tash kandidati vetëm për kryetar të AK-s, zhvillime pas zgjedhore. E tregoj edhe arsyen ka qenë gjatë kohë kryetar i partisë, por një prej arsyeve është edhe rezultati në 2 palë zgjedhjet e fundit. Po, mendoj që është një vendim i pritshëm nga zoti Haradinaj, mendoj që është një vendim prej një lideri, tregoj se si jepet dorëheqje nga një parti politike për dallim ndoshta prej rastit paraprak që kishim. Mendoj që nëse bazohemi edhe në atë që tha dhe ai vet, rezultatet e partisë në nivelin qendror në 9 shkurt dhe me 28 dhjetor, krahasuar me rezultatin e partisë në zgjedhjet lokale në vitin e kaluar, tregojnë që ka nevojë për ndryshim në nivel qendror, jo detyrimisht në nivel lokal, pasi që këta ju udhëheqin 5 komuna mjaft të rëndësishme në këtë vend. Edhe i kanë fituar mbas edhe me lehtësi ato komuna. Mendoj që zoti Gjini është një prej figurave më logjike që ta trashëgoj pozitën e kryetarit të kësaj partie. Nëse flasim për të si individ, mendoj që si kryetar komune ka dëshmuar se si mund punohet, edhe për kundër vështirësive, edhe për kundër eventualisht pengesat që mund t'i ketë pas nga qeveria qendrore. Është një kryetar që ka transformuar qytetin Gjakovës, pasi që një shumë mira qytet e di qysh ka qenë para se më ardhë kryetar zoti Gjini dhe si është tash, edhe pse edhe në të kaluarën shumë kohë është udhëhequr nga qyteti Gjakovës, nuk ka pas ndryshime të mëdha në kohën e zotit Palekaj, mirë në kohën e zotit Gjini ka ndryshuar rrënjësisht. Kështu që mendoj që është një rast shumë i mirë edhe për të, si individ, mirë po edhe për partinë Aleanca për Armiqtë e Kosovës, si të ketë ndoshta një ndrim në leadership, të shohim ndoshta një frymë 3 në atë parti, dhe pse jo, ndoshta do të jetë pak e vështirë të bëhet ashtu si tha zoti Haradinaj që AK-ja të fitoj zgjedhjet në Kosovë, mirë po s'paku të ketë rritje ndoshta në procesin e ardhshëm zgjedhor, kurdo që të jetë ai. Haradinaj tha që s'është aktualisht kandidat për president, por kjo temë është prej çështjeve që po i pret deputetët, e për këtë është deklaruar edhe vetë Kurti, sot kur është pyetur nëse është i gatshëm të negociojë me partitë e tjera, ndjekim deklaratën. Pas konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë në brëm, tash jemi në hapin e tretë, votimi i buxhetit 2026 dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Por sa të përfundohen këto, jam i gatshëm që nga nesër të fillojmë kontaktet dhe diskutimet me subjekte tjera politike për çështjen e presidentit. Si kabinet qeveritar, do të shihemi shumë shpejt në mbledhjet e radhës, në mbledhjet e rregullta të qeverisë sonë, ku do të përmbushim një nga zotimet tona, duke filluar me 5 vendimet e para për të cilët jemi zotuar para qytetarëve tonë. Pra një çështje për cilën është pyetur shumë në vazhdimsi në çdo ngjarje dhe në mbledhjen e parë si kryeministër në mandatin e tretë e tha që është i gatshëm të negociojë, e ka thënë më herët që është hapi 4 dhe ashtu po del të jetë. Po ashtu edhe ka qenë në kronologji, ashtu edhe ka qenë. Shpresoj që do të ketë kontakte sa më të shpejta edhe të zotit Kurti me liderët e partive politike në kuvend, që të diskutohet tema presidentit të vendit. Unë dua të shpresoj që do të kemi një president konsensual, që do të zgjidhet me spaku 80 vota. Ajo që kemi parë deri tash kandidatura vetë me ka qenë zonja Vjosa Osmani e vetë deklaruar në këtë rast. Zoti Haradinaj nuk ka deklaruar asnjëherë që është kandidat, kemi pas zëra nga jashtë që kanë aluduar në atë, mirë po s'kanë qenë të vërteta. Ajo që e dim për fakt tashmë është që ndoshta zonja Osmani në anën e saj ka filluar biseda me partitë politike që të sigurojë përkrahje. Mbase është duk qartë që zoti Kurti nuk do të thotë që do të negociojë në emër të zonjës Osmani me partitë tjera, mirë po do të negociojë me ta për të pasur si qëndron disponimi i tyre rreth kandidaturave të mundshme për kryetar të vendit. Kështu që
3 javë i kemi, nuk kemi shumë kohë as për atë proces. Kështu që shpresoj që do të ketë lëvizje të shpejta në këtë drejtim. Zyrtarisht partitë politike opozitore nuk kanë dhënë deklarata kundër zonës Osmani, mirë po individ të caktuar të partive politike kanë qenë kategorik kundër. Është përmend nevoja që të kërkohet një president konsensual jashtë politikës. Nuk jam i sigurt nëse një gjë e tillë mund të ndodhë. Mendoj që pozita e presidentit duhet të mbahet pozitë politike, jo detyrimisht pozitë jashtë politikës. E kam thënë tashmë ndoshta që 2-3 muaj edhe në studion e juaj që mendoj që vazhdimësia është shumë e rëndësishme në kontekstin global ku gjendemi ne sot dhe pse jo rizgjedhja zonjës Osmani në pozitën e presidentës do të kishte qenë ndoshta edhe një rrjedhë logjike. Dua të shpresoj që do të ndodhë me konsensus, mirë po edhe nëse s'ndodh me konsensus, le të ndodhë edhe atëherë me një shumicë të thjeshtë, mirë po me prezencën e të gjitha partive politike, shpresoj. Presidenti është po ashtu urgjencë, nëse nuk zgjidhet do të shkohet në zgjedhje. Çështjet e dialogut, Kaja Kallas me njëherë tha që është e gatshme të veprojë për të ndërmjetësuar takim për një proces që tashmë ka ngecur. Janë procese që ose imponohen, ose janë që i lënë disa sektor anash. Patëm një organizim të listës sërbe të azëm për kundërshtim të politikave të qeverisë së Republikës Kosovës, edhe sa mund të shkoj që të merremi me çështje urgjente dhe jo të merremi me plane afatgjatë. E tha para folë se çështja e presidentes tash është edhe ashtu çështje 2 javëshe, 3, nuk është më shumë, do të ketë një zgjidhje. Kam përshtypjen se gjitha partitë politike sigurisht thjesht janë lodhur për atij procesi elektoral dhe do të gjejnë vetë metodën se si të nxjerrën me fytyrë dhe ta kalojnë edhe këtë problem. Edhe te çështja e listës sërbska kam bindjen time se fuqizimi i rolit ose i pozicionit të qeverisë Kosovës në verën e Kosovës me stabilizimin e sigurisë e ka zbej dukshëm ndikimin e Serbisë dhe fuqinë e tyre që ata destabilizojnë diçka përmes ndikimit të listës sërbske. Tash bile më e ndihshmja çështja që unë e shoh është se si të integrohet sistemi arsimor brenda sistemit ton, ai shëndetësor do të jetë më lehtë, por kur flasim te sistemi arsimor do të jetë diçka për cilën ka paralajmëruar edhe Albin Kurti, do të jetë më ambasador të Kuintit. Ai mund të jetë një temë nxehtë, por nuk mund të them se edhe asaj nuk i gjinë zgjidhje, por është prapë po them s'pak unë si qytetar, por flas është një përshtypje e përgjithshme që edhe politikanët e kanë kuptuar se jemi lodhur gjithë me ta dhe ata me ne, edhe do të ketë një përshpejtim këtyre gjërave, dhe nuk besoj që do të sidomos mas gjysmës marsit. A mund të llojnë tensione këto? Jo, nuk shoh ambient më për tensione, se gjithmonë veri i Kosovës, unë po flas edhe në kapacitetin e ish-drejtorit Dogana kur kam qenë, Serbia na ka mbajt neve pezull për më shumë se 20 vite, me njerë për mas luftës, po flasë deri në vitin 2022, apo kur ndodhi kjo, sepse gjithmonë sarë që ke dasht me bo një rregullim, një çështje që i ka prek, jo sërbët e Kosovës, për i ka prek Serbin, qoftë përmes rregullimit të çështjes së tabelave ose të regjistrimit, ose edhe të regjistrimit bizneseve tyre për të me bërë një biznes legjitim, gjithmonë përmes verit Kosovës ta kanë destabilizuar, sepse ata kanë ditë shumë qartë që me Graçanica apo me zonën e Sërbën Gjilan s'mund bojnë një farë destabilizimi, por veri u ka qenë. Tash prezenca policore, stabilizimi i policisë, luftimi i grupeve kriminale në veri e ka pru pozicionin e qeverisë sërbe jashtëzakonisht të dobët. Domethënë ata nuk janë më në tavolinë, ata që përcaktojnë kushtet ose e përdorin verin si kriter shantazhi ndaj Kosovës. Kosova është në pozitë shumë më të favorshme tash për me zgjidhur këtë çështje. Kjo nuk do të thotë që qeveria e Serbisë ka me lëviz shpejt qoftë drejt njojës të diçka tjetër, se ndoshta është pak tepër me prit një gjë të tillë. Po unë nuk po duhet besoj më që jemi të folë për çështje tensionume. Thjesht nuk ekziston ai kapacitet lokal, ose ndoshta i vetë Serbisë, sepse e provuan përmes Banjskos, tash edhe vetë prezenca e KFOR-it ose e NATO-s është prezente dhe e din qartë se një sulmi 2 do të ishte edhe shumë më fatal ndoshta për vetë Serbinë se tenton me bë. Unë kam shpresë, jam shumë optimist se edhe këto probleme do të i kalojnë shpejt. Edhe pse gjithmonë po them sistemi shëndetësor e shoh shumë lehtë të integrueshëm, se në funditës më shumë ka të bëjnë me aspektin financiar dhe raportimit financiar sa te sistemi arsimor. Sidomos integrimi kurrikulave gjanave tjera. Nëse mundem, është pak këtu një paqartësi edhe nga ana e Bashkimit Evropian.
Kaja Kallas thot që janë të gatshëm të kthehemi në dialog. Në cilin dialog? Nëse kthehemi në kohë, dialogu ka përfundu me marrëveshjen, me aneksin e implementimit të marrëveshjes së Brukselit, ajo në orë. Atë marrëveshje të fundit... Ka deklaratat që thotë që është në arkivol, po... Po, pikrisht, mirë, po, ajo që e dim për fakt është që qeveria e Serbisë ka refuzuar të pranet marrëveshje, biles ka dërguar edhe letër zyrtare në Bashkimin Evropian, dhe aty ka stagnuar procesi, dhe thotë, te ne s'ka që ka lyp ajo. Ajo është desh të lyp diçka nga Serbia, jo vetëm ajo, po tërë Bashkimin Evropian, dhe nuk di se si do të fillojmë. Në anën tjetër, zoti Kurti ka qenë mjaft i qartë kur ka thënë që pa dorëzimin e Radojčić dhe të gjithë tjerëve që kanë qenë përgjithës, qoftë për sulmin në Banska, qoftë për sulmin në Iber Lepenc, është absurd të tentohet të dialogohet. Në anën tjetër, sot e kemi një komplikim, si rezultat i qëndrimeve të zotit Kurti dhe mbas edhe të qeverisë të re shumë shpejt rreth integrimit të sektorit të shëndetësisë dhe arsimit në sistemin e Kosovës. Lista sërbe sot ka bërë një reagim publik ku ka refuzuar një zë të tillë dhe ka bërë thirrje që ajo temë të diskutohet në Bruksel, që edhe një herë tregon që lista sërbe nuk është e interesuar të përfaqësojë komunitetin serb në Kosovë. Ajo e ka deleguar ose është e deleguar e Serbisë dhe çdo gjë që bën ajo këtu e delegon në Beograd dhe nuk dëshiron që të mirët ajo me atë proces. Kështu që kjo mund të jetë një komplikim. Për këtë arsye thash më herët që neve na vjen një vazhdimsi edhe në aspektin ndërkombëtar, pasi që shumë shpejt mund të ketë ndoshta edhe lëvizje tjera, jo vetëm të Bashkimit Evropian sa i përket dialogut, dhe dim që Shtëpia e Bardhë dhe State Departamenti ka paralajmëruar disa herë për një qasje të re në dialog. Ndoshta pse jo edhe përmes bordit të paqes, që është një mekanizëm i ri që po formohet tash nga zoti Trump. Kështu që këtu pastaj mund të përfundojmë edhe në një garë mes Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës se kush do ta zgjidhë problemin mes Kosovës dhe Serbisë. Ajo që vlen është ajo që dëgjuam nga zoti Kurti dje, që ne mund të kemi marrëdhënie bilaterale me Serbinë dhe mund të dialogojmë si dy shtete të barabarta kur do, mirë po jo më si dy palë të pabarabarta. Dhe problemi jo në Bashkimin Evropian është që ajo neve na trajton si palë jo të barabarta. Për Bashkimin Evropian Kosova nuk është shtet dhe si tillë është shumë problematike të vazhdohet një dialog i cili tashmë 12 vite nuk ka prodhuar asgjë produktive për ne. Treshaj, për fund, këto temat janë aktuale dhe të diskutuara në vazhdimsi, por sa e dominojnë tash ato që na pret në sektorin e biznesit dhe nëse flitet zakonisht për veriun, për mendin tensionet, a ju dëmton edhe juve në këtë rast? Po, gjithmonë ku ka pasur trazira dhe probleme në pjesën e veriut, gjithmonë janë qenë mesazhet në mediat botërore se Kosova është vend ku rrezikohet çdo herë më pas të trazira dhe qoftë edhe luftë, dhe kërkush nuk vjen për të investuar në një vend kur pasurinë e tyre me bartë në një shtet kur është në rrezik, dhe kjo gjithmonë e ka dëmtuar Kosovën, sidomos në periudhat kohore kur Kosova ka filluar që të merrë një havë të zhvillimit ekonomik, gjithmonë politikat dhe deklaratat nga ana e Serbisë janë munduar që të stagnojnë Kosovën dhe të dëmtojnë. Për fat mirë me ardhur në periudhë kohore dhe në situatë kur mos Serbia nuk do ta ketë fuqinë për ta destabilizuar situatën brenda Kosovës, dhe tani jemi duke ardhur në një situatë kur i ka ardhur pothuajse edhe fundi dialogut dhe përfundimi i marrëveshjeve. Dua të besoj që faktori ndërkombëtar ka kuptuar qartë sepse mo nuk vazhdohet me tutje dhe duhet të vjen fund dhe duhet të njohë pavarësia e Kosovës edhe nga ana e Serbisë dhe të mbyllet ky kapitull. Në aspektin ekonomik është tepër i dëmshëm dhe na ka dëmtuar shumë, sidomos gjitha qeverive i ka marrë energji gjithmonë dialogu dhe këto fusha tjera i ka pasur jo më prioritet, po dialogun e kam pas prioritet kryesor dhe kjo e ka bët vetën dhe dua të besoj se do të mbyllet shumë shpejt kjo problemi i dialogut dhe Kosova do të jenë në binarët të Bashkimit Evropian dhe të integrohet mos ketë mo asnjë pengesë për këtë zhvillimit ekonomik dhe politikave. Dreshaj, Ruglica, Aliaj, falenderit shumë që ishit pjesë e Kompasit për sonte. Faleminderit juve.